Jam shqiptar. Prit, ti je shoku Nikolës? Qast na tha Nikola për ty, E di qa tha? Tha që po t'ishim në finale unë dhe Dionisi dhe fiton të ai çmimin. Nuk ja le Dionisi, po. Po, tha, nuk ka shan Dionisi ta fitoj këtë çmim, tha. Unë gjallë këtu, tha. S'ka problem. S'ka Po ti problem? çfarë mendimi ke, do ja lësh ti çmimin apo? Atëherë, përveç se më rëndësirë gjithmonë për smara, por ka marrë përveç se me konkurru, ka marrë me bon shok. Po qa shok ja i mëra, i tha, s'du ta fitoj çmimin, s'du ta merr çmimin, loj, ua! Gjen 100.000 euro në lojë, më. Gjithë ato lek. Ore, se mua beti të lekët, po e fitove çmimin, ti na trego pak çfarë do bësh me ato lekët. Mami do i blej një Lamborghini. Tjetër, kuj do i blesh? Nuk besoj se janë aq shumë kika. Me që një zbleda, ja. Do i bëra një vërot familjes, por nuk është se mendoj. I darë, ka të ka shpia dhe i pull, pjek me pull fshat, ja? Sigurisht. Me 20 euro do i mash në shpinë, ma? Nuk është se kam menu në herë. Sa kjo. Po ne këtë ku të bë, hajtë dhe ku do i lërë se na ta ditë në bashkë. Se si thimi askujt. Po ta fitoja, nuk do mendoja, nuk mendoj që do ta Stjep fitoj, mami e babi, ja? gjithmonë do më ndosha që të bëjave Pse ja bë bamirësi, kështu, do pse më jo? thonë? Bamirësi? Po. Pse të visnaçi jeti? Jo, por pse jo të një mësh njerëzit në nevojë. Ua, po ne s'kemi hap këtu. Pa, Ka ide mi hap në këtu emision bamirësia. Po mirë ma e ka lekë të vetë. Po. Bëj çfarë të doj. Po dali doj, herë, ha? ti fitoj njërë. Po. E për shembull, kush për Ergin më the që pse është ajo këtu, domethënë nuk ja vlen që tu ajo. Nuk ja vlen pasi është shumë e mirë, do na më por gjithë. Domethënë, je dakord që s'ja vlen Ergin me marr pjesë tu. Ta heqim erë. Domethënë Nikolën tha heqe. Ja. Ergin me heq, po atë që merr me pikturën ajo që na çmeni ajo. Si ka emrin ajo? Noela. Po. Është finalist ajo, s'më do heq. S'mune heqim, a? Ja. Po i bëm ne kështu ta pi natën finale dhe iku, oho. Ja. Ë? Gjithmonë përveç çmimit duhet të bëjmë edhe shoqëri. Edhe Shoq. Ti më ke thënë që shoqja jote ngushtë është jo në këtë spektakël, domethënë më mirë se Nikolën, më mirë se Ergin, më mirë se ai, domethënë e ke muhabet me Joktin. Kam respekt për gjithë, nuk është se të bëj dallim me shoqëri, por më çarrim më shumë është Nikola. Ti më thënë se e kam shok ngushtë më. E le Joklin, o? Ua. Ndrovi Joklin Po me li Nikolën dhe gjitha e shi. gotë se bukur si është Gjithë modeli, përfaqësues shteti. Gjithë ju prezentues. Thashi, jam shqiptar, po fitove i merr 100.000 euro. Edhe sonte shqiptar do jesh më? Po. Sa të kish i pegjit ato goca, erdhën nga Maqedonia, erdhën nga Kroacia. I pash shumë e rëndësishme dhe shumë e mirë që kanë ardhur ka shumë njerëz në Kroaci. Është e rëndësishme. Pjesëmarrja gjithmonë. Ky është burr. Tashi Shqiptar pra. Po pra. Ti më the që e ke përgatitur sot jam kroat. Jo. Nuk është vërtet. Po më bitën më. Ashtu u themër ti? Sa ti po 100.000 euro do them jam kroat. Lekët shkojnë e vinë. Kurse kombi nuk ndryshon kurrë. Po kombi sa ti dha kombi? Sa lek ti dha? Pa fund, a jam shqiptar, pa fund i kam. Pa fund, bravo. Tash unë do të them kështu. Ne kishim për të bërë shaka, për të ngacmuar i çik. Normal. Për Nikolën nuk e kishim shaka. Nikola me gjithë men e kishte. Domethënë Nikola tha që me gjithë men unë nuk e dua atë konkurrim, tha, ai më bën shumë, tha problem. E beson ti këtë? Absolutisht jo. Nikolën e kam përveç shokave si vlla. Vlla, po 100.000 euro. S'ka problem. A? Do ndajmë gjithë A shoqërisë. mendoj që të kjep Nikola në lek po fitoj shembull, a? Naj. Po Nikola që veç e pi Gjakova, ja dhe ato të veta që pak si duhet. qa më duhen lek, por e kam si shok, nuk më intereson fare lek. Okej, tashi jam shqiptar e ke për sot. Ne kemi vendosur kështu për ty. Kemi pa me sukses atë rrugtim, po flasim serioz, no? Kemi pa me sukses atë rrugtimin tënd. Faleminderit. Po Nikola nuk shkoj në finale. Sepse ti do shkosh në finale. Edhe ne themi ty suksesa, ta gëzosh, na nderosh,
edhe me ty ne do krenojmë në këtë garë me konkurencë me gjitha shtetet pjesëmarrëse. Shumë faleminderit. Edhe të shkof mbar, jam shqiptar. Shumë faleminderit. Sukses Faleminderit. aty. Vërtet Ande shumë faleminderit për Sukses mundësinë. aty. E ndjekim finalistin ton të dytë. Ai që pretendon çmimin e parë. Është me neve? Dionis Lufi. E ndjekim Shumë së bashku. faleminderit. Jam shqiptar. Pa i Kampionin ton të dytë të këtij spektakli, Dionis, faleminderit shumë që ishe. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Ta gëzosh, faleminderit shumë. Urojnë që njëjti gëzim të pret edhe në rrëmbim të çmimit të parë, duke ditur se kush mund ta fitojë atë.